Horoskopi ditor për datën 23 prill 2025, parashikimi i yjeve për të gjitha shenjat. Le të fillojmë me shenjën e parë, Dashi. Sot ke shumë energji dhe dëshirë për të bërë diçka ndryshe nga zakonisht. Mund të ndihesh i shtyrë të provosh diçka të re, një aktivitet, një udhëtim të shkurtër apo një ide që të ngacmon mendjen. Në dashuri fol hapur dhe me sinqeritet. Kjo do t'ju ofrojë më shumë me partnerin ose personin që të pëlqen. Në punë mund të vinë ide të shkëlqyera, prandaj mos i mbaj për vete. Ndaj me të tjerët, kujdes me shpenzimet pa menduar gjatë. Sot je shumë shoqëror dhe të gjithë duan të jenë pranë teje, por në fund të ditës do të duhet pak qetësi për veten. Mbaje veten në balancë dhe mos lejo gjërat e panevojshme të lodhin. Temi, sot është një ditë e mirë për të përqendruar në gjërat praktike. Puna dhe organizimi do të ecin mirë nëse i merr seriozisht. Mund të gjesh mënyra për të kursyer para ose për të menaxhuar më mirë buxhetin. Në marrëdhënie, njerëzit afër teje do të kërkojnë mbështetje apo një fjalë të mirë. Dëgjojini me durim. Emocionet mund të ndryshojnë shumë shpejt, por ti di si të qëndrosh i qetë. Gatuaj diçka që të pëlqen. Merre me hobi apo shijoj një moment relaks për veten. Në punë të gjithë të vlerësojnë. Je i besueshëm, por mos u bëj kokfort. Kur dikush ka një ide ndryshe, mbrëmja është perfekte për qetësi, një libër, një film apo thjesht pak muzikë. Ruaj energjinë tënde dhe mos harro, qetësia është forca jote. Binjakët, sot je në formë të shkëlqyer për komunikim. Je i zoti në fjalë dhe do të dish të shprehësh qartë me të tjerët. Kjo është dita ideale për të sqaruar ndonjë keqkuptim të vjetër ose për të njohur njerëz të ri. Në punë ndaj idetë që ke, mund të sjellin përparim. Kujdes vetëm me detajet e vogla që mund të ngatarrojnë. Në dashuri, humori dhe zgjuarësia jote sjellin atmosferë të këndshme, por dëgjo dhe se çfarë thot tjetri. Me financat, ruaj nga lëvizjet e nxituara. Ndoshta është koha të rishikosh se si i menaxhon paratë. Takime me miq do të jenë të këndshme dhe mund të sjellin mundësi të reja. Gjej pak kohë për veten, shkruaj, medito ose mendo qetësisht. Përshtatu me situatat dhe vazhdo të shijosh këtë periudhë pozitive. Gaforja, sot është një ditë për reflektim dhe qetësi. Mund të ndjesh nevojën për të kaluar pak kohë me veten, për të menduar dhe për të shlollur. Lëri pas gjërat që të kanë mërzitur më parë dhe përqendrohu te kujdesi ndaj vetes, qoftë një banjë relaksuese apo një moment i qetë. Në punë, instikti yt do të ndihmojë shumë, sidomos në projekte që kërkojnë ndjeshmëri. Mund të kesh biseda përpara, flit me dikë që i beson. Me familjen do të jesh si një mbështetje e fortë dhe do të kërkojnë këshilla. Në dashuri, bisedat me zemër të hapur do t'ju ofrojnë më shumë. Shprehu përmes artit, muzikës ose çdo gjëje tjetër krijuese që të qetëson. Mbrëmja është perfekte për pushim dhe gjumë të mirë. Dëgjo ndjenjat dhe përdori ato për të rritur dhe për të ecur përpara. Luani, sot je plot energji dhe gati për të shkëlqyer. Mos hezito të marrësh drejtimin në situata të ndryshme. Je i aftë dhe të tjerë do të vërejnë. Në punë, karizma dhe vetbesimi yt mund të sjellin sukses. Dëgjo këshillat që të jepen. Mund të jenë shumë të vlefshme. Në para mund të fitosh nga bashkëpunime. Bashkëpunimi sjell përfitim. Në jetën personale je shumë i dashur dhe tërheqës për të tjerët. Vetëm mos harro të dëgjosh dhe jo të flasësh. Sot je shumë krijues, pikturo, shkruaj, këndo, bëj diçka që të jep kënaqësi. Në dashuri, një gest i vogël romantik mund të forcojë marrëdhënien. Mbrëmja është perfekte për relaks dhe kënaqësi. Ndoshta një film i mirë ose një libër që të pëlqen. Kujdes me energjitë, ruaj pak dhe për nesër. Virgjëresha, sot do të ndihesh më mirë nëse ke gjithçka të rregulluar dhe të planifikuar. Bëj një listë me detyrat që ke për të bërë dhe përqendrohu në ato që të çojnë përpara në jetë apo në karrierë. Vëmendja jote ndaj detajeve bie në sy dhe do të vlerësohet nga të tjerat. Edhe në financa, duke i parë gjërat me kujdes, mund të gjesh mundësi të reja për të kursyer apo për të investuar. Në marrëdhënie, tregon mirënjohje për ata që të qëndrojnë pranë. Edhe një gest i vogël do të vlejë shumë. Kujdesu për shëndetin, ushqehu mirë dhe gjej kohë për qetësi. Mbrëmja është ideale për relaks. Ndoshta një darkë e qetë ose një serial i këndshëm. Mos ke frikë nga rutina. Mund të jetë baza për rritje dhe sukses.
Peshorja. Sot je në formë të shkëlqyer për të qetësuar situatat dhe për të sjellë harmoni. Diplomacia jote është e fuqishme dhe do të ndihmojë për të zgjidhur keqkuptime apo për të bërë marrëveshje të reja. Në punë, bashkëpunimi është çelësi i suksesit. Ndaj ide dhe dëgjo të tjerët. Para se të bësh ndonjë shpenzim të madh, konsultohu me dikë që i beson. Në dashuri, mirëkuptimi dhe kompromisi forcojnë lidhje me partnerin apo familjen. Mund të kalosh kohë mirë me shoqërinë, por ruaj energjinë, mos e lodh veten tepër. Nëse ke ndonjë hobi artistik, sot është dita e duhur për t'u marrë me të. Në fund të ditës, tërhiqu pak për vete për t'u qetësuar dhe për të rikthyer balancën. Akrepi. Sot je i mbushur me fuqi të brendshme dhe intuit të fortë. Mos u trem nga sfidat, i ke të gjitha aftësitë për t'i përballuar. Në punë përqendrohu në projekte që të frymëzojnë, sepse do të sjellin sukses. Me financat, shiko me kujdes situatën dhe mendo për plane afatgjata. Në marrëdhënie është dita ideale për biseda të thella dhe të ndershme. Mund të afrohesh më shumë me ata që do. Tregoje veten si je dhe nëse ndihesh i pambrojtur, kjo të ndihmon për të krijuar lidhje të forta. Në shoqëri, njerëzit ndihen të tërhequr nga ti, ndaj shfrytëzoje këtë për të sjellë ndryshime pozitive. Emocionet mund t'i kthesh në art apo krijimtari. Në mbrëmje gjej pak qetësi. Një moment meditimi apo reflektimi do të ndihmojë më shumë. Besoj rrugës që je duke ndjekur. Në çdo hap të çon më afër përpara një versioni të plotë të vetes. Shigjetari, sot ke një dëshirë të fortë për të mësuar gjëra të reja apo për të eksploruar botën, qoftë përmes një libri, një udhëtimi të ardhshëm apo një kurs interesant. Në punë, entuziazmi yt mund të motivojë të tjerët, bëu shembull i mirë për ekipin. Në financa, mendo për të ardhmen dhe kërko këshilla të mençura për të bërë zgjedhje të zgjuara. Në dashuri, komunikimi i hapur dhe pak spontanitet e bëjnë lidhjen më të gjallë. Shoqëria do të vlerësojë për energjinë dhe optimizmin, por mos harro të dëgjosh të tjerët. Krijimtaria të thërret. Provo diçka ndryshe që të zgjeron horizontin. Mbrëmja është perfekte për reflektim, ndoshta për të lexuar diçka që të frymëzon. Me një shpirt aventurier dhe mendje të hapur, sot je gati për të rritur dhe për të pasuruar shpirtërisht. Britsjapi. Sot ndihesh i përqendruar për të ecur para me qëllimet tua. Disiplina dhe këmbgulja janë aleatët tuaj më të mirë sot. Mos u trem nga mënyrat e reja të bërit të gjërave. Ndonjëherë pak inovacion mund të ndihmojë shumë. Financiarisht, vendimet e matura dhe analiza e thellë të ruajnë nga gabimet. Në marrëdhënie, durimi dhe mirëkuptimi forcojnë lidhjet. Tregohu i pranishëm me të dashurit. Në shoqëri, njerëzit të shohin si njëri të besueshëm dhe të mençur. Kreativiteti yt vjen përmes rendit dhe strukturës, ndoshta përmjet planifikimit apo projekteve konkrete. Në mbrëmje gjej pak kohë për veten, ndoshta një shëtitje në natyrë apo aktivitet që të qetëson. Ruaj balancën mes punës dhe kohës së lirë dhe mos harro, çdo hap i vogël që bën të ofron më shumë me ëndrat tuaja. Ujori. Sot je i mbushur me ide të reja dhe kreative. Është koha perfekte për të ndarë mendimet e tua me të tjerët, sidomos në punë. Mos u trem nga idetë e pazakonta. Pikërisht ato mund të çojnë drejt përparimit profesional. Në aspektin financiar mund të u tërheqin investimet moderne apo teknologjia. Bëj pak kërkime dhe mund të gjesh gjëra interesante. Në marrëdhënie, lidhjet më të forta krijohen përmes bisedave stimuluese dhe pasioneve të përbashkëta. Sot të rrethon një energji sociale unike. Njerëzit vijnë drejt teje për frymëzim dhe këndvështrim ndryshe. Punon në projekte bashkëpunuese që lidhen me teknologjinë apo artin. Imagjinata jote është në kulm. Mbrëmja është moment ideal për pak qetësi. Medito ose merr një hop që të sjellë paqe. Vazhdo të jesh vetvetja, origjinaliteti yt është një dhuratë që ndriçon të tjerët. Peshit, sot është një ditë për t'u kthyer drejt vetes, ndoshta me një blog shënimesh, një furxh arti apo thjesht një moment reflektimi. Intuita jote është shumë e fortë, prandaj besoj ndjesive tua të brendshme, sidomos në vendimet profesionale. Mos u nxito për të arritur gjithçka menjëherë. Gëzimi qëndron në udhëtim, jo vetëm në destinacion. Në dashuri, butësia dhe mirëkuptimi forcojnë lidhjet, fjalët e ndjera dhe xhestet e vogla kanë shumë peshë. Me miq dhe familjen, praninë tënde të ngrohtë
të ta ndjejnë të gjithë. Gjej kohë për pak vetmi të qetë, ndoshta një shëtitje në natyrë ose një çast në ndritjen e hënës që do të ndihmojë të rimbushes. Sa më shumë ndjeshmëria jote rritet, aq më shumë një superfuqi të udhëheq drejt qetësisë dhe rinovimit emocional. Këto ishin parashikimet e yjeve për datën 23 prill 2025. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar, suksese në punë, në dashuri dhe një shëndet sa më të mirë.